U aratisën nga burgu dhe nisën grabitjet e dhunshme me armë, këta janë 4 skifterët shqiptar në Greqi, mes tyre një vajzë. Janë publikuar emra dhe fotot e 4 shqiptarëve mes tyre një vajzë, të cilët akuzohen për tentativë grabitje me dhunë dhe armë, ndodhur në prill në Thermo, Etoli, Akarnania, Greqi. Ato janë Romeo Qosja, Lefter Toçi, Mariol Toska dhe Fatbardha Shehi. Ndaj tyre është ngritur procedim penal për tentativë grabitje seriale të armatosur dhe të dhunshme. Mësohet se gjatë tentativës së grabitjes, 3 burrat kishin hyrë nga një derë shtëpisë së një çifti, të cilët u përpoqën ta grabisnin duke i kërcënuar me armë dhe duke përdorur dhunë ndaj burrit. Gjatë grabitjes, të akuzuarit u vunë re nga djali i çiftit dhe ikën, ndërsa njëri prej tyre qelloi 2 herë në ajër, pa u raportuar për të lënduar. Një operacion i koordinuar policor i organizuar për të arrestuar të akuzuarit, gjatë cilit një automjet në cilin udhëtonte. E akuzuara femër u gjet në kryqëzim psykia dhe u ndalua nga policia, ndërsa 2 të akuzuarit meshkuj u fshehën në bagazh dhe u arrestuan. Në të njëjtën kohë, i akuzuari 4 u gjet në një shtëpi me qera. 2 të akuzuarit meshkuj ishin të aratisur nga një qendër paraburgimi, ndërsa i akuzuari 3 ishte në një leje të rregull 6 ditori, e cila ishte dhënë nga një burg në të cilin ndodhej. Gjatë grabitjes, të akuzuarit u vunë re nga djali i çiftit dhe ikën, ndërsa një prej tyre qelloi 2 herë në ajër, pa u raportuar për të lënduar. Një operacion i koordinuar policor u organizua për të arrestuar të akuzuarit, gjatë të cilit një automjet në cilin udhëtonte akuzuara femër u gjet në kryqëzimin psykia dhe u ndalua nga policia, ndërsa 2 të akuzuarit meshkuj ishin të fshehur në bagazh dhe u arrestuan.